Pasi që filluan të shtohen shokët e pejgamberit alayhis salam, filloi që të shtohet rrethi shoqëria dhe të shtohet numri i pasuesve të tij. Ebul Walidi, njëri prej mushrikëve, prej prijesve të mushrikëve të Mekës, që quhej Ebul Walid, erdhi tek pejgamberi alayhis salam dhe i dha disa oferta që në realitet ishin ofendim dhe nënçmim për Muhamedit alayhis salam. Ai i tha: "O Muhammed, nëse je duke e bërë këtë që të arrish pasuri, ne do të japim pasuri. Nëse po e bën këtë që të kesh femra të bukura, ne do të japim femra të bukura. Nëse po e bën këtë që të bëhesh prisi jon, ne do të bëjmë prisin ton. Mirë po nëse po e bën këtë sepse je i sëmur, ne do ta dërgojmë një mjek i cili do të shërojë." Dhe këto fjalë ironike të këtij njeriu ishin në realitet ofendim për pejgamberin alayhis salam. Mirë po pejgamberi alayhis salam po rin dhe po e dëgjon këtë njeri. E dëgjonte pra çka ka të thoj, derisa në fund i tha: "A e kryve o Ebul Walid? Edukata e dëgjimit, morali i lartë." Ka nis të fol njeriu, edhe pse po më ofendon, e dëgjoj pra deri në fund, derisa ta përfundoj fjalën e tij. Më në fund, kur e përfundoi, e pyeti edhe një herë që të vërtetohet se e ka përfunduar, i tha: "O Ebul Walid, a e përfundove atë çka kishte të ma thuash?" I tha: "Po." Atëherë i tha: "Më dëgjo mua." Dhe filloi t'i lexoj disa ajete prej Kur'anit, derisa kur u përmend dënimi i Allahut, Ebul Walidi u trishtua dhe u ngrit pra në këmbë dhe u largua prej mezhlisit. Mirë po, ajo që është pra që kemi për të qëllim të potencojmë, është se si ishte morali i pejgamberit alayhis salam me këtë njeri, i cili e ofendoi ashiqare para syve të tij. Mirë po përsëri pejgamberi alayhis salam u tregua i moralshëm ndaj tij, i sjellshëm me të, dhe shpresoi se mos ndoshta do t'i zbutet zemra duke ja lexuar disa ajete kuranore dhe do ta pranoi fenë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po kjo nuk ndodhi dhe ai i friksuar prej kërcënimit të Allahut u largua dhe u ngrit prej atij mezhlisi.